Përshëndetje dhe mirë se vini në Rock Hill Community TV me Noli Show, Noli TV. Kënaqësi, nder, është i madh kur kam përfaqësues shqiptar. Njerëzit që punojnë me vite, njerëzit që punojnë me dekada për kombin tonë shqiptar. Sot, kënaqësi e madhe të kem edhe kryetarin, Dr. Elmi Berisha të Vatrës. Wow, sa kënaqësi e madhe, me të vërtet që t'jam pranë jush, edhe me të vërtet po ndihem shumë mirë, po ndihem shumë rat. Gjithmonë njerëzit kur të marrin ty në pyetje kanë 5 minuta, 3 minuta, vetëm një bisedë gjatë Vatrës, por unë sot, në kas, kam dalë një kohë shumë të gjatë që të kem një bisedë rrugtimi tjetës tonë prej fëmijërisë e deri te suksesi yt, sidomos që je kryetari i Vatrës. Mirë se ke ardhur. Mirë se kom gjetë, faleminderit shumë. Dalim nga fëmijëria juaj, vendi juaj ku jeni rritën, si ka qenë e kohë? Unë vi prej Rrafshit të Dugaxhinit, gjithsesi një fshat i Vockët between mes Pejës, Gjakovës dhe Klinës, muj me thonë, si trekansh, që quhet Kpus. Është një fshat piktoresk, i cili është në Kodër, mes lumit bardh të Deçanit, që vjen nga Bjeshkët, dhe drinit bardh. Do të thotë është mesin e 2 lumenve dhe njihet si një fshat shumë i mirë, shumë piktoresk, por që edhe ndër vite është frekuentu apo kanë rrugtu personalitete dhe njerëz gjenerata ndryshme, duke fillu edhe nga Zembejta, Rizabek Gjakova, Bajram Curri dhe personalitete tjera shqiptare, cilat gjatë periudhat ndryshme është dashur që të kalojnë në pjesë ndryshme të territorit të Kosovës dhe të lidhen me pjesë tjera të shqiptarisë në atë kohë. Kpuzi ka qenë destinacioni dhe unë kam lindur mua aty. Si nxënës, çfarë nxënëse ke qenë? Kam qenë nxënës i shkëlqyshëm. Po, kam qenë edhe i urtë, por edhe i shkëlqyshëm. Cilat kanë qenë veprimtaritë tua në atë kohën, atëherë si adoleshent, si i ri në atë kohë? Po shikohet, proceset e jetës kanë qenë goxha të ndërlikuara, domethënë vitet 80-ta, fillimi viteve 90-ta, unë kam emigruar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por nuk kanë qenë edhe aq gazmore për gjeneratën, për kohën time, për mi përcjell edhe dashurinë, epshet, respektin dhe mundësitë që është dashur mi dhoni një gjenerate, siç është koha gjenerate sime, sepse represalia, do të thotë ju e dini që nga demonstratat e vitit 81 deri në marrjen e autonomisë e Kosovës, gjithmonë, çdo vit, çdo kohë, veç kanë degeneruar situata e përgjithshme politike shqiptarëve në Kosovë dhe nuk ka qenë shumë e këndshme. Në vitin 1990 keni emigruar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si ka qenë ato hapat e para në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po fillimisht vendimi për me emigru ishte goxha e rëndë, sepse qëllimet e mia tjetër ishin një çik më ndryshe. Kam menduar që të vazhdoj studimet në Prishtinë, pastaj ndoshta edhe më tutje edhe por që ndryshoi edhe pjesa e proceseve marrëkombëtare dhe u destabilizu në rajoni, filluan luftrat dhe u nuhatën luftrat realisht dhe ndoshta ishte edhe një lëvizje e rëndë, shumë e rëndë dhe emocionale për mua dhe familjen time, por që besoj që ka qenë edhe qëllume dhe vedomos që ndikimi i lëvizjes time nga Kosova në New York apo Shtetet Bashkuara të Amerikës e ka pas impaktin e vet pozitiv, që edhe karshive të vetes dhe ngritjes time si individ, por edhe ndihmesin që kam bërë familjarëve të mi ngush dhe të gjerë, po edhe proceset kombëtare që kam qellu mu bë hesenik, mu bë pjesë e tyre, që unë tani jam krenar. Gjatë viteve 90 deri 99 ju vetëm që punuat, por ju ishit edhe personi më i afërt i presidentit Rugova. Si kanë qenë në ato periudat e 90-s? Jo bashkëpunimi, por i ke qenë njeriu i vendosur, i shkruan me shkrim që ti je shumë i afërt i tina. 99 kanë qenë, siç e dini edhe te, është lëvizja madhe marrëkombëtare, e udhëhequr nga presidenti historik i Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, i cili
ka gëzu një respekt enorm Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo vetëm të komuniteti shqiptar amerikan, po dhe të Washingtoni zyrtar në nivelet të ndryshme. Periuda viteve 90 kanë qenë periuda të organizimit thjesht dhe primitiv, demonstrata, takime në Bronx, takime në qendrat ndryshme dhe qytetet e Amerikës, bashkëdyzimi dhe kanalizimi veprimeve të përbashkëta të shqiptarëve të Amerikës, duke u munduar të sensibilizojmë çështjen e Kosovës dhe problemin tonë gjithkombëtar. Pastaj Karshi Kosovës na është dashur të mendojmë dhe të veprojmë, të punojmë dhe të ndihmojnë demokratizimit të Shqipërisë, ju deri ka qenë në gjendje të mjerueshme dhe është dashur të punu paralel në dy anë, deri në periudat pak më të vonshme të viteve 90, ku dhe filloi rezistenca armatosur shqiptarëve të Kosovës, bijeve dhe bijave tona, dhe edhe aty filloi edhe një periudhë e re, të cilën kemi qenë edhe aty të involvuar. Sa ka qenë e lodhshme për ju, Dr. Berisha, për t'i organizuar demonstratat të viteve 90, 99 atëherë, në atë kulmin bashkë kur flaka i delte Kosovës? Po, ka qenë një entuziazëm i thellë, me emocionet barabarta, dhe nuk ka qenë vështirë që të organizohemi, edhe pse situata ekonomike shqiptarëve në atë kohë ka qenë goxha nivelit jo të ngritur as mesatar, kështu që nuk ka qenë lehtë të organizohemi dhe të financojmë demonstrata, lëvizje, autobus dhe mënyrat ndryshme të transportit që kemi bërë atë kohë, po jenë bërë demonstrata në një numër shumë të madh, organizime ndryshme, hearings në Kongres, pastaj takimin me personalitetet ndryshme në State Department, në Shpitbard dhe në gjitha instancat e Washingtonit zyrtar, derisa kemi gjetë një mirëkuptim asma sa ka rezultu me dritën e diellit, dhe ajo është misia, fillimi i ndërtimit të mëshisë përhershme Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe popullit shqiptar, në përgjithësi në veçanti të Kosovës, ku numër një merit për këtë ka presidenti historik i Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, së bashku me shqiptar amerikanët. Që i kanë suportuar. Atëherë, kemi pa një foto të postuar me ish ministrin e mbrojtjes të Kosovës, kolonelin Ahmet Krasniqi, në kufirin Shqipëri, Kosovë, cila ka qenë ajo organizimi? Sot është 27 vjetori, ka koincidu që sot është 27 vjetori i betejës së Koshorës, betejës më të lavdishme të historisë moderne të shqiptarëve, më thonë, dhe po, sot portalet dhe mediat të ndryshme kanë folë dhe kanë shkruar gjëra të ndryshme, një ndër to jam edhe unë që kam bërë shkrim në gazetën tonë Dielli, ja ku pushtu Kosharës dhe bijave tona që kanë luftu dhe kanë dhënë jetën për lirinë dhe Republikën e Kosovës që ne e gëzojmë sot si shtet i pavarur, por esenca, substanca kësaj dite të shajt, të veçantë është sepse për herë të parë thehet kufiri shqiptar, thehet një herë që mos të mbyllur asnjëherë më. Atëherë, kam një pyetje, me të vërtetë që thash ke qenë shumë i afërt i presidentit Rugova, edhe keni bashkëpunuar në zyrën e Bab Dollit, me sa e di aty. Si ka qenë ajo periudha? Periudha viteve 90 është periudha kur shqiptarët e Kosovës dhe të tjera, jo vetëm shqiptarët e Kosovës, por dhe të Shqipërisë, të Malit Zi, të Maqedonisë së Veriut, dhe të gjitha viseve tjera shqiptare janë ata të cilët kanë kontribu njësoj. Do të thonë, nuk ka pas asnjë lloj dallimi dhe nuk ekziston edhe të shëtutje ne si vatër, por veçanti proceset pas luftës, unë kom pas fatin që të këm një lidhje edhe më të afërt, edhe me presidentin historik Dr. Rugova, dhe njërë zyrtare, e thëmë me krenari, që zyrtarisht unë jem njeri parë që presidenti Rugova
ka caktuar mënyrë zyrtare si përfaqësues të zyrës e presidentit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kryesisht në zyrën e senatorit Doll, ku kam punuar me gjitha mundësitë e mia për 6 vite më radhë. Wow. Si u antarësuat në vatër? Vatër, shiko, vitet e para 90-tave. Vatra ka qenë e udhëhequr nga personalitete shumë të respektuara, siç është Karaxhozi, dhe disa personalitete tjera që me moshë kanë qenë madhore. Dhe organizimi i përgjithshëm, kështu një çik më i lulëzuar, më i shkat, më energjik ka qenë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe organizata tjera globuse të kryesuara nga personalitete si është Gjim Gjema, Erej Barektori, Rustem Geci, Sabit Bytyqi dhe të tjerë, por të veçanti duhet ta përmend kongresistin Gjodi Ugardi, i cili është njeriu i parë që na ka hapur diapazonet e rrugë e Washingtonit zyrtar. Duke filluar nga 1986, kur është bërë rezoluta e parë për Kosovën, viteve 90-ta në vazhdimsi pa ndërprej asnjëherë dhe deri tek pas lufta. Pas luftës unë kam pas fatin që të jem afër presidentit Rugova dhe kam punuar shumë deri në minutat e fundit të jetës së tij. Gjatë mandatit si kryetar, cilat konsiderata sfida dhe arritjet më të mëdha në vatër keni arritur, e keni kryer? Po si thash më herët, Vatra ka qenë këto 8 vitet e fundit, muj me thonë, nga Dritan Mishto, ish presidenti i Vatrës, që kishte pat një mandat, udhëhoqi një mandat Vatrën, që po them që proceset e Vatrës kanë ndryshuar edhe janë një mënyrë tjetër mund të them që kanë filluar me hinë në procese më të moderuara, janë hapur rrugë për gjeneratat e reja, për mendje të reja, për vizione të reja, 30 rejave që kanë linë tu apo kanë ardhur nga viset shqiptare kudo, dhe janë hapur rrugët edhe që ti trajtojmë dhe ti respektojmë edhe kanonorët, siç e themi ne, apo ligjet fuqit Vatrës, dhe tash 8 vite bëhen zgjedhje me rregullativat e kanonorës demokratike dhe kemi hap rrugë për herë të parë, jemi zgjeru prej disa individëve në Vatër, me shumë respekt, deri në 22 degë. Të reja, që mburri e them që këto 6 vjeçarin që unë udhëheq Vatrën me kolegë të mi, kemi bo ma shumë se 10 degë të reja. Prandaj, sigurisht që është dashur të më bë një reformim i përgjithshëm, duke ruajtur substancën madhore të Vatrës, por njëkohësisht duke hapur rrugë edhe gjenerata të reja që duhen të vazhdojnë me Vatrën. Cili është fokusi i Vatrës, marrëdhënien me Washingtonin, zyrtar, Prishtinën e Tiranën zyrtar? Kjo është pyetje shumë interesante, falënderit. Unë po them që për herë të parë mund të thonë që në këto 6 ditet e fundit Vatra ka kriju një marrëdhënie të shkëlqyer me Washingtonin zyrtar, kryesisht me State Departmentin, që ne e luajmë rolin e partnerit në bisedime ka shi proceseve politike, diplomatike dhe zhvillimore të Kosovës, Shqipërisë, gjitha viseve shqiptare. Do të thotë kemi frekuentuar disa herë State Departmentin, jemi në lidhje ditore me organizata shtetërore niveleve të ndryshme, prej sigurisë dhe me tutje, në Kongres nuk diskutohet fare, në Senat gjithashtu, por që edhe shtëpinë e bardha kemi frekuentu. Do të thotë, kemi marrë raporte të shkëlqyeshme me ambasadat e Amerikës në Kosovë, Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe në Podgoricë. Kemi marrë lidhje shumë të afërta me qeveritë që kanë rrugtu, po më shembull në Kosovë, gjitha qeveritë, dhe asnjëherë nuk kemi nganu nga ona politike, do të thotë, ndoshta dhe kemi dhe do kemi në të ardhmen preferenca individuale, po Vatra është apolitike, karshi shqiptarëve dhe politikave shqiptare,
dhe përkrahim gjithë ata individ që votohen me votën e lidhë në mënyrë demokratike, kudo që janë, dhe që interesin kombëtar e kanë aty ku duhet, në nivel votra gjithmonë është e hapur dhe ndihmon dhe e ofron bashkëpunim të vazhdueshëm. Tashtim duket në maj janë zgjedhjet e kryesisë të Vatrës, nëse rizgjedhni kryetar qershor, po më falni, qershor, nëse rizgjedhni kryetar, cilat janë prioritetet kryesore të programit tuaj për mandatin e ardhshëm? Shiko, jemi në proces të organizimit të kuvendit dhe realisht sipas kanunores nuk kemi ende të drejtë që bisedojmë rreth kandidimit dhe e lojmë to për një herë. Mire thave, mundohet që t'ju lëshosh rrugën edhe trive, tjeve. Edhe trive gjithmonë duhet me mendu me në rrugën. Cili është vizioni juaj afatgjatë për Vatrën dhe si e shihni këtë organizim patriotik në dekadet e ardhshme? Apolitik, Vatra s'duhet përzihet me politikat e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malit Zi, kudo që janë shqiptar, nuk duhet përzihet, nuk duhet man anë në parti politike, duhet të jetë dhe të rrugtoj gjithmonë mbi re, duke shikuar interesin kombëtar dhe vetëm kombëtar, dhe gjithmonë të jetë në relacion si vëllezër, siç e quante presidenti Rugova, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe politikat e Vatrës, politika kombëtare shqiptarëve dhe politikat e Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të jenë në një faqe. Si e gjykoni dhe e vlerësoni punën e gazetës Dielli? Gazeta Dielli është vërtet dielli i shqiptarëve të Amerikës dhe kudo në botë, ka një histori të veçantë. Tani për tani kryesohet edhe udhëheqet nga një editor i shkolluar, i ngritur me nivel shumë të lartë akademik të gazetarisë dhe mund të them direkt që është në kohën më të mirë të leximit të saj. Ju përmendet më herët të degat. Thatë se degat janë zgjeruar. A mendoni të zgjeroni ende dega të Vatrës edhe çka ju preferoni njerëzve që të ofrohen Vatrës sa më shumë? Të antarësohen. Është shumë e rëndësishme që kemi të kuptohemi me njerëz që dëshirojnë të ofrohen në Vatrën. Vatra është një organizatë e vjetër e krijuar para 113 viteve dhe tash po ngritet edhe në numër më lart në këto 3-4-5 ditë. Dhe tani në Vatrë duhet ofrohen dritë të reja e ardhmja jonë. Por duhet kuptohet që nga fillimi që në Vatra nuk mund të përdoret për arsye personale, individuale, grupore, politike. Vatrë duhet të ofrohen njerëz që kanë vizion ta ndërtojnë Vatrën, ta mbajnë gjallë, ta ngritin, ta zhvillojnë edhe më shumë dhe mos presin me marrë diçka nga Vatra. Në Vatrë nuk mirret, në Vatrë ipet. Ata të cilët e kanë vullnetin e mirë dhe dashurinë ndaj dheut, ndaj organizimit social, politik, kulturor, diplomatik, lobuz, për shqiptarët në Amerikë, i thras që t'i bashkohen Vatrës. Kurse ata që kanë pretendime dhe kanë qëllime tjera personale dhe mendojnë t'i marrin Vatrës, të rrinë larg Vatrës. Përveç organizimeve në punë biznesin tuaj, angazhimet për çështjen kombëtare ju keni arritur gjatë kësaj kohe edhe një ngritje akademike duke ligjëruar në disa universitete. Si ndjeni dhe si e keni gjetur veten në këtë fushë? Kjo është një vazhdimsi që më ka mbet nga shkolla e mesme në Kosovë, folëm më herët dhe kam menduar gjithmonë që ta vazhdoj shkollimin, sepse kam qenë gjithmonë edhe si i ri apologjet i edukimit dhe ngritjes profesionale dhe akademike. Nuk ka qenë lehtë, është dashur të krijoj familje, të mbaj familjen, jo vetëm timen, po edhe të farafisit gjerë. Pastaj më kanë lindur fëmija, 2 vajza, 2 djemë të mrekullueshëm, barrën kryesore zhvillimin e familjes e ka mbajt gruaja ime Muzafere, e cila e ka lehtësuar rrugtimin tim dhe arritjen e aspiratave dhe arritjeve dhe kryesisht akademike dhe të ngritjes profesionale. Prandaj familja ka luajtur një rol të rëndësishëm dhe i falenderoj shumë. I falenderoj shumë, kryesisht familjen e ngushtë, gruan dhe fëmijët.
Pra po dalim vatër, si qëndron bashkëpunimi me shoqata shqiptare që janë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës me vatrën? Kryesisht jemi shumë mirë me të gjitha shoqatat dhe organizatat cilat na ofrohen. Vatra ti e din, ka qëllimin e caktuar vetëm vetë si vatra, Federata Pan-Shqiptare Amerikës Vatra është si ambrell. Duke mos u munduar që ti anashkaloj apo nënvlerësoj organizata tjera të ndryshme të cilat punojnë për të mirën e kombit dhe kanë agenda pozitive për zhvillimin kombëtar, duke filluar nga politik, diplomatik, lobuz dhe ekonomik, gjithmonë kemi bashkëpunu dhe presin të bashkëpunojmë, por që ne jemi një federat, jemi një, siç kanë dëshirë ta quajnë, një mini Vatikan, i cili dallon në mënyrë substanciale nga gjitha organizata tjera dhe duhet prezervohet dhe të respektuohet. Kam shumë për të pyetur, por me të vërtetë është kënaqësi që të pyesa të rrugtimet e tua që i ke pasën anë mban për trojet tona, e di se keni vizituar dhe papën para disa viteve. Si kanë qenë ato rrugtimet e juaja në atë kohë? Po tash shiko, thash edhe një herë, këtë rrugtimin 6 vjeçar në Vatër, vërtet kemë bo një shpërtim të jashtëzakonshëm, duke mos egzageru as pak. Do thotë, duke fillu me takimet që bëjmë brenda në zyret e Vatrës në Bronx, zyret qendrore, ku kemi edhe editorët e tjerë Rafaela së bashku me Sokol Pajen, Rafaela Prifti, dhe deri tek pritja dhe përcjellja e presidentëve Kosovës, Shqipërisë, ish presidentëve, ish kryeministrave, ministrave aktual, ambasador të ndryshëm, kongresist, senator dhe i burgshtetas të gjitha niveleve dhe niveleve të ndryshme, për shembull kryetar komunash, profesor, historian, akademik, biznesmen, është frekuentuar më shumë se çdo herë. Ky 6 vjeçar ka qenë dera Vatrës ka qenë hapur edhe në promovimet librave, cilat e kemë një qik zërë mi bo, sepse ne jemi të zonë me proceset tona, Diellit, gazetët Dielli, pastaj pritin e përcjelljen e personaliteteve që na frekuentojnë, por edhe nevoja organizimit të brendshëm ne që e bojmë për vizita në Washington zyrtar dhe vizita që bëjmë në vendin e origjinës, Shqipëri, Kosovë dhe vizë shqiptare. Prandaj kemi punu shumë. Kemi dhënë shumë prej vetvetes dhe ndihem shumë krenar me bashkëpunëtorët e mi, me nënkryetarin e Vatrës, me drejtorët e Vatrës, me kryesinë përgjithësi dhe gjithë kryetarët e degëve të cilët janë të mrekullueshëm dhe kanë bërë një punë enorme, të shkëlqyer. Sa keni mbështetjen prej mediave lokale, që janë televizionet lokale në me Vatrën, sa keni mbështetje për tyre? Jo të kënaqshme, do të thotë lokale, ato shqiptare që janë, gjitha participojnë, mund të them që jemi shumë të lumtur me punën e tyre dhe përcjelljen e proceseve dhe takimet që ne kemi Vatrën gjithmonë janë aty. Një mesazh për të gjithë shqiptarët anë mban kudo që janë. Kujdesi për vetveten, kujdesi për familjet tuaja, po asnjëherë mos lëni pas dore kujdesin ndaj kombit shqiptar, e kryesisht Kosovës, e cila është në procese dhe në periudha të zhvillimit si shtet, të ndërtimit si shtet, dhe të ndërtimit e institucioneve tona shtetënore dhe pjekurisë së tyre. Ndikojmë pozitivisht, mos të krijojmë fraksione dhe preferenca të tepruara radikale politike brenda në Kosovë, por ta ndihmojmë dhe ta lehtësojmë edhe ekonomikisht, edhe politikisht, edhe nëpërmes lobimit, edhe përmes dashurisë që duhet të jepim ne atje. Kurse shqiptarët e Amerikës, asnjëherë nuk duhet me mendu që e kemi kryer obligimin ndaj kombit, sepse kombi jonë gjithmonë do të ketë nevojë për ne dhe duhet ta kemi në vazhdimsi. Doktor Berisha, unë jam falënderuesit i madh që gëzoj edhe këtë postin që ma ke dhënën, edhe jam i lumtur dhe jam shumë krenar që jam pjesëtar i Vatrës në një dhe po shfaqem emisione, po shfaqem gjërat e bukura, gjërat që
i posedon shqiptarisë. Kështu që për fond deshta të falenderoj, nëse kam anashkalu diçka, të lutem na i thuaj se me të vërtetë është kënaqësia jone. Që ma qitë ndërmend. Fillimisht duhet ta uroj ditëlindjen. Urive ditëlindja, e di që e ke pas dje, apo? Po. Edhe urime. Dy duhet falenderoj për punën që e ka bërë vatër, jo vetëm që ke titullin për punë cilën obligohesh ta krysh dhe kryen me dëshmi, por shkon edhe për te mosave të obligimit që ke ndaj vatës. Falenderoj nga zemra edhe në emrin tim edhe në emrin të vatës. Faleminderit, ishte kënaqësia jone që sot me të vërtetë ishim me doktor Elmi Berishën. Me të vërtetë një kënaqësi e madhe që kam pritur me kohë të gjatë, po ja sot i shpalosëm disa rrugtime të jetës tina, të punës tina, të pjesëmarrjes në Shtetin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe si kryetar i Vatrës. Kështu që ju falenderit e në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV, në ndjekni vatran ton shqiptar, anë në mbarë, ku do qeni, ju lutem bashkohuni Vatrës dhe punoni antar. Falenderit.